Tobja bëhet në çdo muaj, në ditë, natë, në çdo orë, por muaji Ramazanit është një muaj i veçantë që Zoti e ka bërë të veçantë dhe Zoti ka bërë disa përzgjedhje. Për shembull, ndër muaj ka përzgjedhur muajin e Ramazanit. Ndër njerëzit ka përzgjedhur profeti Muhamedi alayhis salam. Ndër ditët, ditën e Arafatit. Ndër netët, natën e Kadrit. Ndër vendet e shenjta, për shembull, Mesxhidil Haram. Pra janë disa përzgjedhje që i ka bërë Allahu xhaleshanu dhe ndër muajt për cilën ne po flasim është muaji i bekuar i Ramazanit. Në këtë muaj hapen dyert e mëshirës, sepse vetë Ramazani është mëshirë, është falje, është edhe shpëtim nga zjarri i xhenemit. Kështu e ka ndarë profeti alayhis salam. Thotë muaji Ramazani është një muaj i tillë që fillimi është mëshirë, mesi është falje dhe fundi është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Dhe dyert e pendesës tek Allahu xhaleshanu janë gjithmonë hapur. Sepse kemi një hadith profetit ton alayhis salam i cili thotë që Zoti xhaleshanu shtrin dorën natën për mëkatarët e ditës, për të pranuar pendimin pra e mëkatarëve të ditës dhe shtrin dorën ditën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës. Dhe kjo vazhdon kështu, thot profeti ynë, derisa dielli të lind nga perëndimi. Pra deri në ditën e gjykimit kjo vazhdon e tillë.